Prej disa ditësh Durrësi është prekur nga një nxehti afrikan, i cili ka bërë që termometri të shënojë temperatura rekord për muajin qershor. Megjithëse jemi në muajin e parë të stinës së verës, temperaturat që në mesditë arrin vlerat deri në 36-37 gradë Celsius, të kujtojnë korrikun dhe gushtin. Rritja ndjeshme e temperaturave shkakton probleme të ndryshme shëndetësore tek të gjitha grup moshat, por më të ekspozuarit mbeten fëmijët e porsalindur, mosha e tretë dhe të sëmurët kronik. Por, cilat janë disa nga simptomat që më së shumti shfaqen tek pacientët që kanë nevojë për ndihmën e bluzave të bardha në qendrat shëndetësore verore apo urgjencën e Spitalit Rajonal Durrës? Simptomat më kryesore janë një temperaturë e lartë, episode të vjella, episode diare, të cilat ne i kemi të vazhdueshme. Ka edhe pacientë të cilët kanë probleme me ndonjë virozë e cila qarkullon gjatë periudhës së verës, pra ndonjë gjendje gripale, ndonjë të ftohtë. Komplikacionet shëndetësore prej të nxehtit mund të krijojnë shqetësime të ndryshme tek qytetarët, sidomos tek ata që ekspozohen në ambiente të hapura në oraret e pikut të temperaturave. Për këtë arsye, këshillat e mjekëve duhet të zbatohen rigorozisht me qëllim për ndalimin e situatave të komplikuara për shëndetin. Një nxehti i tepërt nuk i bën mirë askujt, pra edhe fëmijët e vegjël të porsalindur, fëmijët deri në moshën 18 vjeç, më pas edhe të rriturit janë të gjithë të prekur. Pacientët të cilët vuajnë me sëmundje kronike, ju këshillohet të evitohet orare të zgjatura në qëndrimin në diell, ju këshillohet të mos dalin gjatë orës 12 deri në orën 3 kur është piku i të nxehtit, që të mos rrezikojnë dehidrimin, që të mos rrezikojnë episode hipertensioni, apo më pas edhe episode të cilat mund të jenë edhe më të rënda, si për shembull episode ku mund të kenë marrje mendsh apo edhe episode që ndihen shumë të rënduar fizikisht. Temperaturat e larta shtojnë rrezikun për helmime nga konsumimi i produkteve të ndryshme ushqimore, prandaj nevojitet kujdes i shtuar në këtë drejtim. Nëse nuk mund të evitoni qëndrimin në diell në oraret e pikut, merrni masa për ta përballuar sa më lehtë të nxehtin, duke përdorur kapele apo çadra, duke veshur rroba me ngjyra të çelta, si dhe duke mos e ndarë shishën e ujit nga dora.